Kino Hyria Hana këtë javë sjell 2 premiera të reja që pritet të tërheqin publikun. Donjeta Bobi, menaxhere e marketingut në Kino Hyria Hana, tha se sonte në orën 20 do të shfaqet filmi The Running Man, një aksion thriller plot dinamika dhe tension, ndërsa nesër, po në orën 20, publiku do ta ketë mundësinë të ndjek premierën tjetër Keeper, një horror psikologjik për adhuruesit e filmave të zhanrit. Këtë javë në Kino Hyria Hana i kemi 2 premiera të reja. Premiera e parë që do të shfaqet sonte në ora 20 është filmi The Running Man, një film aksion thriller që duhet patjetër marrë dhe mi shiku, kurse premiera e dytë që do të shfaqet nesër të shtunën me datë 15 nëntor në ora 20 po ashtu është filmi Keeper, një film horror psikologjik, edhe këto patjetër duhet marrë dhe mi shiku se ja vlen. Kinemaja i ka dyer të hapura për të gjithë filmdashësit, duke i ftuar ata të shijojnë këto projekcione të reja. Për ju që nuk dini çfarë të bëni në vikend, Kino Hyria Hana i ka dyer të hapura dhe mirëprat gjithmonë marrni shiku filma të ndryshme me zhanre të ndryshme. Kinemaja Hyria Hana vazhdon të mbetet një adresë e rëndësishme për argëtim dhe art, ndërsa stafi i saj siguron se dyert do të jenë gjithmonë të hapura për çdo filmdashës që kërkon përjetime të reja në ekranin e madh.